Përshëndetje të nderuar shikues, me urimin gëzuar Krishtlindjes startojmë edhe këtë edicion informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Gjirokastër ka mbledhur ditën e sotme besimtarët ortodoks në meshën e mbajtur në ditën e Krishtlindjeve. Ata kanë përcjell mesazhet dhe urimet e tyre për më shumë paqe, mirësi dhe harmoni. Ndërkohë lindja e Krishtit u festua edhe nga kisha protestante Trinia e Shenjtë Gjirokastër. Banorët e Dervicianit në Dropull kultivojnë dhe rigjallërojnë ritet e Krishtlindjeve gjatë 35 viteve të fundit. E moshuara Vasilo Qiriako kujton kremtimin e Krishtlindjeve para vitit 1967. Festat e fundvitit kanë rritur numrin e shtetasve shqiptar që rikthehen në vendlindje për të kaluar ditët festive. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës janë përpunuar 10.508 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 8.189 në hyrje dhe 2.319 në dalje. Drejtuesit vendor të bujqësisë në Dropull kanë planifikuar të mbjellin pemë në muajin e pyllëzimit. Sipas drejtorit Grigor Dushi, janë në pritje të fidanëve të tjerë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ju njohim tani më gjerësisht. Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Gjirokastër ka mbledhur ditën e sotme besimtarët ortodoks në meshën e mbajtur në ditën e Krishtlindjeve. Ata kanë përcjell mesazhet dhe urimet e tyre për më shumë paqe, mirësi dhe harmoni. Besimtarët të Krishterë në Gjirokastër kanë marrë pjesë në meshën e Krishtlindjeve, e cila startoi në orën 7 të mëngjesit. Mesha u mbajt në Katedralen Ortodokse Ngjallja e Krishtit nga mitropoliti i Gjirokastrës, hirësia e tij Imzot Anathaili, nën shoqërinë e klerikëve të tjerë të Kishës Ortodokse Gjirokastër. Për shumë vjetë gëzuar të kremten e lindjes së shpëtimtarit tonë Isu Krisht, dita e sotme ju bekoft dhe ju shinëtëroft të gjithve. Një ndër shinëtorët më të mëdhenj të kishës tonë, Shën Athanasi i Madh, thotë që Perëndia u bë njeri në mënyrë që njeriu të bëhet perëndi sipas hirit të tij. Për këtë arsye erdhi Perëndia në tokë që të shpëtojë gjendjen e rëndë të njeriut. Erdhi në tokë që Perëndia të bëhet njeri, të bëhet i përulur, që njeriu ta kuptoj dhe ta njohë Perëndin dhe pastaj të shpëtoj ai i cili është dhe qëllimi të gjithëve ne. Të shpëtojmë nga kthetrat e Tiranit, nga kthetrat e Dinakut dhe të jetojmë pranë Perëndisë. Për shumë vjet gëzuar të gjithëve, të keni bekimet e Perëndisë dhe Zoti ju falt një vit të begat e të shëndetshëm. Në këtë ditë Krishtlindje, besimtarët kanë bërë lutjet fetare për më shumë dashuri, shëndet e paqe në familjet e tyre, por edhe në gjithë botën. Gëzuar Krishtlindjet, të jetë mirë i gjithë popullit, të gjithë njerëzit, të jenë të dashur me njëri tjetrin edhe me një paqe. Gëzuar Krishtlindjet të gjithë. Uroj me shpirt dhe me mendje gëzuar Krishtlindja. Në Lulxhëri thoshin gëzuar Pashkë e Krishtit, Pashkë e vogël. Të rikujtojmë dhe ata breza që kanë qenë dhe kanë dhënë një jetë. Kështu ngjarje tërë popullit, Gjirokastër dhe Mgjerë, akoma kudo që janë emigrant, rezident në Gjirokastër në Shqipëri, gëzuar të kenë shëndet, Zoti ju fal shëndet, mirësi, paqe në shpirt dhe në mendje. Gëzuar Krishtlindjet për shumë vjet, le të lind Krishti foshnjë brenda zemrës tonë. Shëndet, mbarësi për familjet tuaja. Gëzuar për shumë vjet. Në pritjen e organizuar në këtë ditë të shenjtë morën pjesë edhe deputeti i Partisë Socialiste për Qarkun Gjirokastër, pirodhima e prefektja e Qarkut Albana Hasanaj. Unë dua të uroj të gjithë qytetarët e Gjirokastrës dhe të rrethit Gjirokastrës gëzuar Krishtlindjet, Krishtlindje të ngrohta, të ndritshme dhe një vit i ri i bekuar. Në këtë ditë të shenjtë le të ndalemi për të dëgjuar më shumë zemrën dhe për të kujtuar se drita ndizet atje ku ka dashuri dhe përullësi. Kjo ditë feste le të jetë një thirrje për më shumë harmoni, mirëkuptim dhe bashkëjetesë mes nesh. Nga zemra uroj dashuri, shpresë dhe bekim për çdo familje. Gëzuar Krishtlindjet. Lindja e Krishtit u festuaj dhe nga kisha protestante Trinia e Shenjtë në Gjirokastër. Ndjekim materialin e përgatitur.
Kisha protestante Rinia e Shenjtë Gjirokastër festoi Krishtlindjen, ku besimtarë të shumë të kësaj kishe u mblodhen së bashku për të festuar në një atmosferë të gjallë dhe vëllazërore, duke i uruar njëri tjetrit paqen dhe lumturinë që përcjell lindja e këtij fëmije të shenjtë. Aktiviteti u çel nga misionari i kishës Alex Shtaka, i cili lexoi tekste biblike që profetizojnë lindjen e Krishtit. Është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se sa vlerë dhe sa kënaqësi ka të kemi Perëndin me ne. Pra, të kemi Emanuel, ky djalë i cili do t'i jepte botës drejtësi, paqe dhe dashuri, por më e rëndësishme nga të gjitha, do jepte shpëtim. Ai, sipas profecisë së Izaias, do shpëtonte të gjithë ne dhe do ringjallej ditën e tretë, gjë që bërë. Mëtej nga të gjithë besimtarët u kënduan këngët e Krishtlindjes. Si që shikoni, atmosfera e Krishtlindjes këtu në kishën ngjyllore është goxha miqësore, edhe njerëzit janë të gëzuar për festën e Krishtlindjes, pasi nuk është thjesht lindja e një fëmije, por është lindja e Zotit Krisht, shpëtimtarit të botës edhe të shpirtrave të tyre. Krishtlindja është një fest që sjell gëzim në mbar botën, është një fest që ka paqen vetvete, ka gëzim, ka harmoni, edhe njerëzit në fakt gëzojnë sepse Krishtlindja është në fakt edhe thelbi, edhe themeli besimit tonë krishterë. Nëse ne do të flasim për Pashkën që Jezu Krishti u flijua, vdiq dhe u ringjall, ne nuk mund të flasim për të nëse nuk do të kalojmë nëpërmjet Krishtlindjes ardhjes së tij në këtë botë. Prandaj ne me këtë rast i urojmë gjithë njerëzve dhe çdo njeriu në këtë botë gëzuar Krishtlindjen, edhe vitin e ri 2026 nga kisha protestante Rinia e Shenjtë Gjirokastër. Kisha protestante Rinia e Shenjtë Gjirokastër me rastin e Krishtlindjes shpërndau edhe dhurata për 60 fëmijë të moshave 2 deri në 14 vjeç. Banorët e Dervicianit në Dropull kultivojnë dhe rigjallërojnë rritet e Krishtlindjeve gjatë 35 viteve të fundit. E moshuara Vasilo Qiriako kujton kremtimin e Krishtlindjeve para vitit 1967. Kohën ndryshojnë dhe dekadat kalojnë. Megjithatë, banorët e Dropullit përpiqen vazhdimisht të ruajnë, të kultivojnë dhe të rigjallërojnë rritjet tradicionale të festës së Krishtlindjeve. Tashmë, gjatë 35 viteve të fundit bien këmbanat me ritëm të gëzuar në Dropull çdo 25 dhjetor. Për 23 vite me radhë, u ndalua me ligj besimi fetar në vendin tonë, prej vitit 1967 deri në vitin 1990. Natyrisht, përveç banorëve që sot janë në moshën e pensionit, gjithë të tjerët pjesojnë veten. Si festoheshin Krishtlindjet në Dropull para vitit 1967? Unë deri në vitin 1967 kujtoj shumë mirë se si gjeshi dhe gjeshja dhe prindërit e mi prisnin festat e Krishtlindjeve, gjeshi therte derin, mu në mesin e avlis dhe neve nipurit rreth e rotull e shikonim dhe gëzoheshim. Kurse gjeshja, kur afronin ditët e Krishtlindjes, bënte petullat. Bënte një tepsi të madhe me petulla. Petulla në gur. E bënte në gur. Pastaj hite në tepsi të madhe, e shuruposte dhe të nesërmen të gjithë rreth sofrës, uronim, gëzonim, hanim petullat edhe tërë gëzim, ca këndonin, të tjerë ngrieshin dhe kërcenin, gjeshja thoshin këngë të asaj kohe, që këndonin edhe kërcenin. Dhe atë e bënim në avli. Meshat në kishën e fshatit në ditën e Krishtlindjeve bëheshin? Atëherë bëheshin, po unë kujtoj që bëheshin fshehur, ka filluar që në vitin 60. Nuk bëheshin ashtu si që i dëgjoja bizetat e gjishërve unë. Bëheshin fshehur. Pas vitit 1967 nuk festoheshin Krishtlindjet, vetëm festohej viti ri. Mesha e parë festive e Krishtlindjeve në Dervician, pas periudhës që ndaloi me ligj, u zhvillua me 25 dhjetor 1990.
Festat e fundvitit kanë rritur numrin e shtetasve shqiptar që rikthehen në vendlindje për të kaluar ditët festive. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në pikën e kalimit kufitar të KKV-s janë përpunuar 10.508 shtetas në hyrje dhe dalje, nga të cilët 8.189 në hyrje dhe 2.319 në dalje të tokës shqiptare. Festat e fundvitit po shoqërohen me një rritje të ndjeshme të numrit të emigrantëve që zgjedhin të kalojnë Krishtlindjet dhe natën e ndrimit të viteve në vendin tonë. Erdhëm për pushime dimërore, erdhëm te gjysja, blidhemi gjithë bashkë, kalojmë shumë bukur. Kushurinj, halla, xhaxhallar. Është më bukur për ty të kalosh festat? Këtu në Shqipëri. Është më bukur. 30 vite. E keni vendosur që Krishtlindjet dhe vitin e ri ta kaloni në Shqipëri? Patjetër. Ku do ta kaloni? Me familjen, shpej, me nanën me... Nga jeni? Nga cili vend? Unë jam i rritur me origjinë, banoj në Lezhë. Në Lezhë do t'i kaloni Patjetër. festat? I urojmë gjithë shqiptarëve gëzuar festat, një vit të mbar për gjithë. Sido qoftë vendlindja Dheu është atë dhe, kemi të dashurve zemrës këtu, kemi prindrit, motrat dhe lezrit, na mungon shumë vendi ynë, prandaj dhe vijmë. Fal koordinimit mes policisë kufitare shqiptare dhe asaj greke është arritur të menaxhohet fluksi i lartë i udhëtarëve, duke shmangur radhët e gjata dhe pritjen e zgjatur në pikën kufitare të KKV-s. Drejtuesit vendor të bujqësisë në Dropull kanë planifikuar të mbjellin pemë në muajin e pyllëzimit. Sipas drejtorit Grigor Dushi, janë në pritje të fidanëve të tjerë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Bashkia Dropull tashmë është pjesë e aksionit kombëtar të pyllëzimit. Strukturat vendore kanë intensifikuar përpjekjet gjatë muajit dhjetor, i cili konsiderohet si muaji i pyllëzimit. Kjo njësi vendore ka në jurisdiksionin e saj territorial rreth 11.000 hektar me pyje, por specialistët dhe strukturat vendore po mbjellin pemë kryesisht në zonat e banuara. Bashkia tonë do të marrë pjesë fuqishme në këtë aksion kombëtar. Fillimisht neve do të mbjellim disa fidantë të cilët i kemi gjendje në bashki, në ambjendet për gjelbërimin e territoreve dhe të ambjendeve të bashkisë. Gjithashtu më vonë do të ndërhyjmë në kuadër të aksionit kombëtar gjithashtu të pyllëzimit për të mbjellë dhe fidantë të tjerë pyjor. Mirë po, vetëm nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka përfituar fidan kjo njësi vendore. Deri tani neve na ka ndihmuar vetëm Fondi Shqiptar i Zhvillimit me disa fidantë që na ka sjellë vitet e kaluara dhe këtë vit gjithashtu. Ndërsa Bashkia Dropull me buxhetin e tij do të sigurojë edhe disa fidantë shtesë për të realizuar këtë fushat. Njëkohësisht, Parku Natyror Bredi Sotirës është zonë e mbrojtur e cila ka një vizitueshmëri të konsiderueshme në 4 stinët e vitit. Minoriteti egjiptian ka përfaqësuesin e tij në Komitetin e Pakicave Kombëtare. Grupe folklorike nga minoriteti egjiptian kanë performuar në aktivitete që janë organizuar edhe në jug të vendit. Minoriteti egjiptian është një nga 9 minoritetet, të cilat janë njohur zyrtarisht në vendin tonë. Konkretisht, është njohur në muajin tetor të vitit 2017 në bazë të ligit numër 96 për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Zoti Arian Lilli është antar i minoritetit egjiptian dhe punoi pranë Komitetit pakicave kombëtare. Shpesh ka shoqëruar grupet artistike të egjiptianëve, të cilat kanë marrë pjesë në aktivitete folklorike të organizuara në Dropull, në Finik, por edhe në teatrin e Butrindit. Jemi në vazhdën e aktiviteteve, ku do të zhvillohen në disa qytete të tjera, sepse pritet që në 2026 të dali fondi për pakicat kombëtare, fondi tjetër, domethënë që shoqatat aplikojnë. Ne kemi kryer aktivitete në Sarand, në Berat, në Korç, së fundmi edhe këtu, dhe presim që aktivitetet e tjera të jenë në vazhdimsi, për shkak sepse pakica egjiptiane për hir të vërtetës nuk ka qenë e njohur. Na thoni dy fjalë për sa i përket pakicës egjiptiane, si është e shtrirë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe si janë të organizuar? Pakica egjiptiane është e shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, diku më shumë e diku më pak, për shkak të emigracionit të brendshëm. Ata janë shtetas të Shqipërisë, punojnë dhe jetojnë në harmoni me të gjithë pakicet e tjera. Diku vret edhe problematikat e tjera sociale që ata kanë. Ne nuk kemi probleme as territoriale, as të flamurit dhe të gjuhëve të tjera. Ne jemi një komunitet etnokulturor, ku në
jetojmë prej shekujsh në trojet e Ballkanit e kryesisht në Shqipëri. Në numër jemi ajsa censusi e kanë nxjerrë 12.400 egjiptianë të Pakicës. Sipas bibliografisë, anëtarët e këtij minoritet kanë ardhur në vendin tonë nga Egjipti i lashtë, nëpërmjet Nilit. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.